ishte në Gjoni 8. Në të vërtetë, po ju them se ai që zbaton fjalën time, thot Mesia, nuk do të shoh kurrë vdekjen për jetën. Çfarë fjale kishte Mesia? Në tha që të rojmë nëpërmjet urdhrimeve të atit. Nderoni atin tim, tha, me pak fjalë. Mos shkojmë në detaje se duhen orë, duhen ditë dhe mund të qëndrojmë, por puna është mos shkelni në këtë rast të beslidhjen që ati më dha. Qëndroni dhe nderoni atin tim. Kjo është fjala që unë erdha, unë jam fjala e tij, unë jam karakteri i tij, unë jam shëmbulltyra e tij. Nëse do të më shikoni mua, do shikoni atin. Toma, nuk e parë, thot mua për të më parë atin, të ja ku jam. Këto koncepte sot nuk arrim t'i kuptojmë. Di pse? Sepse kanë krijuar një mesia falso të rremë. Mjafton unë të mbaj 2-3 gjëra. Ja, unë shikoj, unë s'po bëj këtë gjë, s'po bëj këtë, po i bëra këto 2-3 gjëra, më rregull jam. Vërtet?